Në organizim të komunës së Kërçovës dhe në bashkëpunim me Institutin për Transfuziologji dhe Kryqin e Kuq, në ambientet e komunës u realizua me sukses aksioni humanitar për dhurimin e gjakut. Kryetari i komunës së Kërçovës, Fatmir Dehari, theksoi se ky aktivitet është pjesë e programit të komunës për shëndetësi dhe se këtij aksioni ju përgjigjen pozitivisht si të punësuarit në komunë ashtu edhe qytetarë të shumtë. Kryqin e Kuq, që kemi një krah të gjatë këtu në qytetin e Kërçovës në shumë aktivitete tjera, edhe Institutin e Transfuziologjisë, të cilët janë përgjigjur gjithmonë kërkesave tona, dhe në këtë rast është një iniciativë e komunës Kërçovës, me këtë rast ne realizojmë programin. Një nga programet e komunës sonë, programin e shëndetësisë, edhe me këtë dëshmojmë që përpiqemi të jemi afër qytetarëve dhe të gjithë atyre të cilët kanë nevojë. Në këtë rast të dhurojsh gjak, pra është një mënyrë edhe të ndihmosh dikujt për jetën. Falenderoj edhe juve që ndani kohë si media për të sensibilizuar pra qytetarët. Siç e shihni, gatishmëria e punëtorëve të komunës është e madhe për të dhuruar gjak, por njëkohësisht kemi edhe mjaft qytetarë tjerë dhe nga institucionet tjera që kanë ardhur për të dhuruar gjak. Mendoj që ne të vazhdojmë gjithmonë të realizojmë programet e komunës, që në mënyrë edhe japim dëshmi për seriozitetin, qasjen në çdo fushë për qytetarët tanë. Ndërkohë, sekretari i Kryqit të Kuq në Kërçovë, Besnik Selimi, vlerësoi lart këtë nismë duke theksuar se gjatë kësaj periudhe rezervat e gjakut janë më se të nevojshme. Aksioni sot vullnetar është në kuadër të programit vjetor për realizimin e aktiviteteve të aksionit të dhurimit të gjakut, i cili përpilohet nga Kryqi i Kuq në bashkëpunim me Institutin e Transfuziologjisë, dhe sot ishte iniciuar nga komuna e Kërçovës, domethënë me vetë iniciativë të komunës. U mirëprit me kënaqësi nga ana on, duke pasur parasysh se në këtë periudhë të vitit rezervat e gjakut janë më të vogla dhe kemi nevojë më shumë për njësi gjak. Aksioni i sotshëm vjen me sukses, interesimi është shumë i madh nga ana e të punësuarve në komunën e Kërçovës. Gjithashtu ka edhe qytetarë të tjerë të cilët janë të interesuar dhe nuk janë të mësuar këtu. Besoj se deri në përfundimin e aksionit do kemi prej 40 deri në 50 dhurues të gjak.